Kam një problem shumë të madh me analfabetët. Analfabetët, dhe ata që nuk din alfabetin, ata që s'din me lexu, ata që nxitohen kur lexojnë, ata që si marrin gjitha informacionet po nxjerrin konkluzion, janë shumë të rrezikshëm për shoqërinë. Janë shumicë, mirë ata përcaktojnë politikën e shteteve, përcaktojnë gjendjen ekonomike të shumë njerëzve, sepse kanë mundësinë të bëhen ushtar, se si të tillë përdoren. Tani në rastin më të fundit, postoj dje një status ku i drejtohem dritare .tv, e cila është një media elektronike, e themeluar nga një gazetare, do thoya legjendare, si Rodina Xhunga, po si çdo media tjetër e vogël, është e detyruar të bëjë kompromis në cilësinë e lajmeve që shpërndan. Kjo media njëherë ka shtrembru të thënat e mia, dhe tani ka tall diçka që kam thënë duke përdor emoji, një emoji talls. Dhe kishte thënë që kishte vënë një emoji talls për deklaratën time dje, ku thash se Big Brotherin e kam fitu vetë. Dhe bëj një status dhe i them dritaret .tv e Bythës, dhe i referojmë kësaj medjes, i them të fitosh, do më thënë fitosh më shumë se sa ke, jo thjesht të konfirmosh atë që ke. Futen tani analfabetët, dhe disa thonë që jam drejtu medias që prodhon Big Brotherin, disa tjerë thonë që kam fitoren e gjestit. Unë medias që prodhon Big Brotherin nuk guxoj t'i flas ashtu, jo thjesht nga detyrimet kontraktuale, po nga respekti që kam, nuk do të thoja kur një time, nuk do të quja atë media të vëjë Bythas kur. Ndërsa përsa për këtë fitore gjestit ka qenë nga ata që kanë ngel në finale, ka qenë e merituar nga ata që kanë ngel në finale, kurse nga sa banor kanë ngalu nga shtëpia, gjesti ishte vrima e fundit e kallamit, ajo dje që ka qenë pa drejtësi, që gjesti është marrë gati nga një format tjetër dhe rësjell aty, dhe fitoria gjestit ju takon vetëm fansave të tij, të cilëve bravo ju qoftë se erdhën dje nga Kosova, nga diaspora, nga gjithë bota për me mbështet njeriun e tyne, jo si shqiptarë të Shqipërisë që kanë për ofendim edhe nga Porta e Madhe nuk mbështesin artistat e tyne, edhe importojnë muzikë dhe idhuj nga jashtë Republikës Shqipërisë. Ata e mbështesin